prishur korupcionin, gjitha atyre që për 36 vite kanë pasur në dorë jetën tonë me tonë. Ka 22 ditë që shqiptarët protestojnë, rinia më e bukur e këtij vendi proteston për një të ardhme ndryshe, sepse jemi lodhur, sepse kupa është mbushur, por një njeri ende nuk dëgjon se për çfarë ne protestojmë. Akoma mendon se është Irani, është Greku, është Rusi, janë alienët, janë marsianët, është algoritmi, por duhet të di që janë shqiptarët. Janë shqiptarët. A jete se ka kuptuar se jemi ne këtu? Në unë pyes, a jemi ne këtu për korupcionin? A jemi ne këtu për shpekulimin? A jemi ne këtu për shëndetësin? A jemi ne këtu për arsimin? Për pagat e ulta? Për pensionet e ulta? Për çmimet e larta? Ne gjithë e dim, ai nuk e qërë kombin e ti, nuk e qërë shqiptarët. Çfarë është një kryeministër që nuk qërë kombin e ti? Çfarë i dëkone jo ati? Nuk e ka qërë. A dini çfarë? Ka njerëz që ende thonë, po si mëre nuk u lodhët, 22 ditë, po si të lodhemi ne kur ata ka 36 vite që s'lodhen duke na vjedhur, dhe ne të lodhemi për 22 ditë. A do lodhemi ne? Akoma më shkruaj një infermiere mjek në për spitale që gjendja është katastrofike. Në spitalin e Korçës nuk ka vigon. Në spitalin e Shkodrës ka qenë prishur skaneri, analizat nuk i bëjnë spital. Në spitalin e Elbasanit ka mungesë medikamenteve për pacientët që vuajnë nga kanceri. Në spitalin onkologjik ka mungesa ilaçesh për ata që vuajnë nga kanceri. Tek pesa, tek neurologjia nuk bëhen trajtime për të shpëtuar jetën për ata që kanë goditje në kokë. Nuk ka ilaçe, nuk ka vigone, nuk ka pajisje. Për ato të cilat vuajnë nga kanceri nuk ka pajisje për trajtuar këtë smundje të markuar. E këta çfarë bëjnë derdhen e luks, 10.000 euro në muaj paguajnë për të larë makinat, paguajnë verat më të shtrejta. Po shqiptarët çfarë bëjnë? Ku janë? Dhe shqiptarët kanë vendosur të dalin shesh për veten e tyre, për familjet e tyre. Rinia është motori i kësaj proteste dhe nëse rinia do që kjo çështje të shkojë deri, duhet jetë këtu shesh çdo ditë më shumë. Kjo betejë bëhet për rinin, për të ardhmen tonë. Diaspora është këtu. Diaspora ka lënë punën, ka lënë familjet e tyre, ka lënë punët e tyre, ka lënë të ardhmen e tyre dhe janë këtu. Duhet jemi të bashkuar, nuk ka përçarje, jeni për veten tuaj, për fëmijët tuaj, për të ardhmen tuaj. Të gjithë bashkë duhet japim besën atij flamuri që nuk iket nga ky shesh pa siguruar të ardhmen tonë. Nuk iket nga ky shesh sepse nëse ikim e praktikëm Shqipërinë, do duhet të ikim të gjithë atje jashtë. Këtu është ardhmja jonë, nga këtu nisë ardhmja jonë. A këtoni! Për Shqipërinë tonë, është ardhmja jonë, për fëmijët tanë, për shtëpitë tona, për nënën, për babajin, për gjyshrit, për gjithë ne. Zoti i bekoftë Shqipërinë!